Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Krijimi i universit. Ai e solli krijimin në qenie në një mënyrë që si ngjan asgjë tjetër, pa u munduar për ta menduar, pa asnjë eksperimentim, pa përmirësuar asnjë lëvizje e pa zbatuar asnjë ëndër intelektuale. Ai caktoi kohë çdo gjëje, bëri bashkë në një tipare të ndryshme të tyre dhe u dha karakteristika e uveshjeve të tij që i njihte që përpara se t'i krijonte, duke bërë fakt kufizimet dhe caqet e tyre dhe duke vlerësuar prirjet e thelbit të tyre dhe ndërlikimet e pritshme që lidhen me to. Si i krijoi volinë e hapësirës, Zoti i plot pushtetshëm e urdhëroi kupën qiellore të zgjerohej për t'i hapur vend veprimit të errërave, pastaj derdhi në të ujin me tallazet e tij të furishme e me dallg që pasonin njëri tjetrin. Errërat e harbuara dhe shkulmet e dhunshme e morën dhe e shpërndan e ai bëri errërat ta mpiksnin përsëri si pikat e shiut, pastaj e vuri furinë e pikave të mpiksura nën kontroll të errërave dhe u caktoi kufit që duhej të respektonin. Kështu errërat frynin në përrjedhës e ky përhapej vrullshëm mbi shpinë të tyre. Pastaj Zoti i plotfuqishëm krijoi një tjetër erë për t'i bërë të përmbajtura lëvizjet e tij dhe të qëndrueshme vendodhjet e tij. Kështu i ashtoi lëvizjet e i përhapi në çdo pikë në thellësi e gjerësi. Zoti e urdhëroi erën të ngrinte përpjet masa të zhytura thellë të rrjedhësit dhe t'i riste dhe më shumë valët e oqeanit të tij. Dhe kështu era i rahu valët si rihet në tundës qumshti kur i hiqet gjalpi dhe i shtyu vërtik në përkupën qiellore duke flakur ballin e tyre në thellësira, ndërsa pjesët e amullta i fuste në vorbull, derisa niveli i tyre erdhi e u ngjit lart dhe sipërfaqja e tyre u mbush plot me shkum. Atëherë Zoti i gjithfuqishëm e përhapi këtë shkum në përhapësirën e pamatë të gjithësisë në pajtim me fuqinë e errërave zotëruese, e bëri me të 7 qiejt, nga të cilët më të ultit i dha rolin e një vale të qëndrueshme, ndërsa më të lartin e caktoi të ishte tavani mbrojtës i tyre. Dhe ngriti kështu një ndërtesë të lartë pa asnjë shtyllë për mbështetje dhe asnjë gozhd që t'i mbërthente gjërat bashk. Pastaj i zbukuroi me yje dhe drita meteorësh vari nën qiej që rrotullohen leqe diejsh verbues dhe hënash rrezulluese, tavane që zhvendosen dhe hapësira lëvizjesh shtjellore.